إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، فإنه من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. Të nderuar besimtar, të gjitha lavdërimet me madhërim, dashuri dhe përulje i përkasin vetëm Allahut, të vetëm dhe të pa ortak. Atë e lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej tij kërkojmë. Tek Allahu kërkojmë strehim dhe mbrojtje nga sherri i punëve dhe i veteve tona. Atë që Allahu udhëzon dhe orienton në rrugën e tij të drejtë nuk ka kusht ta humbas, dhe atë që ai e humbi me drejtsinë e tij nuk ka kusht ta udhëzoj përpos tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë dhe me merit përpos Allahut i vetëm dhe i pa ortak, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Mbi të qofshin lëvdatat e shumta dhe shpëtimi i madh i Allahut mbi gratë e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe bujar, dhe mbi gjithë ata musliman dhe besimtar që pasojnë rrugën e tij me përpikëri deri në ditën e llogarisë. Rob të Allahut, e porosis veten time si dhe ju me takwa Allah, me devotshmëri karshi Allahut, sepse vërtet ai që i friksohet dhe është i devotshëm dhe i përkushtuar karshi Allahut, Allahu e ruan dhe mbron atë dhe orienton për ke hajri i punëve të fesë dhe të dynjas së tij. Të nderuar besimtar, ja ku muaji i madh i mirësive, i bujarisë së Allahut subhanahu wa taala, i mëshirës së tij u largua. Dhe në zemrat e besimtarve sigurisht ndihet keqardhja dhe pikëllimi i ndarjes prej tij. Sapo u ndam me një shok të vyer, me një mik të dashur, por me shpresën e madhe të takimit me të sërish vitin e ardhshëm. Dhe po ashtu me shpresën e pranimit të veprave të mira dhe adhurimeve të sinqerta tek Allahu subhanahu wa taala, mëshirëploti dhe i përsosuri në bujarinë e tij është ai. Lind natyrshëm pyetja: mbas Ramazanit, kjo pyetje ka nevojë për të ndalur një copë herë, ka nevojë për vetë llogari, pra ta marrim vetëm llogari edhe të reflektojmë dhe të nxjerrim disa mësime. Sigurisht nuk është prej sifateve, prej cilësive të besimtarve të vërtet dhe të sinqert që të japin fund adhurimeve me perëndimin e diellit të ditës së fundit të Ramazanit. Përkundrazi, ata pra besimtarët e vërtet janë të friksuar dhe të shqetësuar, a vallë u janë pranuar veprat e tyre, dhe vallë a u janë ngritur këto punë të mira tek Allahu subhanahu wa taala, apo u janë kthyer mbrapsh dhe u janë refuzuar. Selefët, pra të parët tanë të mirë për imamllarëve të devotshëm, përpiqeshin dhe shqetësoheshin për të kryer veprat në Ramazan dhe për të plotësuar ato në formën më të mirë, siç e kënaq Zoti në botrave, pra me sinqeritet dhe duke pasuar sunetin, dhe më pas ishin të brengosur se vallë a u janë pranuar veprat apo jo, dhe ishin të friksuar se mos u refuzoshin veprat dhe punët e tyre. Për këtë përcjell Ebu Isa at-Tirmidhi, Imam Tirmidhiu, në librin e tij nga nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, se ajo ka thënë: "Sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-aya." E pyeta të dërguarin Allahut alaihi salatu wasalam për këtë ajet, ku thotë Allahu i lartësuar në të:
والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Dhe ata të cilët japin atë çka japin pranë rrugën e Allahut dhe zemrat e tyre janë të frikësuara sepse ata tek Zoti i tyre do të kthehen. E pyeta duke i thënë: "E humul ladhina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" O i dërguari i Allahut, a vallë janë ata që e pinë alkolin dhe vjedhin? Ai tha: "La ya bint as-Siddiq, jo, o bia e të sinqertit. ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم." Përkundrazi janë ata që falen, agjërojnë dhe japin zekat dhe sadaka dhe janë të frikësuar sa është pranuar prej tyre, dhe pasta ulaika yusari'una fil khairat. Të tillët janë ata që ngarendin për në vepra dhe punë të mira. Për cilët nga prisje besimtarëve Ali ibn Abi Talib, Allahu që të kënaqur me të, se ai ka thënë: "Kunu li qabuli al-amali ashaddu ihtimaman min al-amal. Alam tasma'u qawla Allahi azza wa jalla inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin." Jini më të friksuar dhe të preokupuar për pranimin e veprave se sa përpjekja për kryerjen e veprës. A nuk e dëgjoni fjalën e Allahut të plotfuqishëm dhe të lartësuar që thotë: "Vërtet Allahu i pranon veprat prej të devotshme, Allah na bëj prej tyre." A transmetohet se një lypës i nevojtar i Bobekët hyri tek Abdullah ibn Umeri, Allahu që të kënaqur prej të birit dhe të atit, dhe lypi diçka. Ky ibn Umeri thot të birit: "Jepi 1 dinar." I biri ja dha, apo pas i tha kur largua lypsi: "Allahu ta pranoft o baba im." Abdullah ibn Umar ja ktheu: "Sikur ta dija që Allahu më ka pranuar një sejdë të vetme, një sujud të vetëm, do të dëshiroja të vdisja tani se sa të jetoja." A e di ti se kujt ja pranon Allahu? Dhe lexon fjalën e Allahut e cili thot: "Inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin." Vërtet që Allahu i pranon veprat prej të devotshme dhe të përkushtuar. Pra, më madhështoria në të cilën shpenzohet jeta dhe që shpeson në të besimtari është pranimi i veprave të tij. Ndaj, ta lutim Allahun së bashku, Zotin ton, të mëshirplotin dhe bujarin, që të na i pranoj veprat tona të Ramazanit dhe të na i fali gjunahet dhe të na shkleroj neve dhe juve nga zjarri përvëllues i xhehenemit. Dhe dijeni, Allahu i begatoft se besimtari i sinqert dhe i vërtet është ai i cili gjendja e tij pas Ramazanit është sikur gjendja e tij gjatë Ramazanit. Ai prekupohet dhe përpiqet në vazhdimsi në adhurime. I pason veprat e mira me vepra të tjera të mira, sepse ai e di dhe është i bindur, ka siguri absolute se i adhuruari i vetëm në Ramazan është ai që adhurohet gjatë gjithë vitit. Pra Zoti i Ramazanit është Zoti i Shawalit, i Dhulqadës, i Dhulhijhes, i krejt vitit, dhe ai është hayyun la yamut, është i gjallë dhe i përjetshëm dhe nuk vdes kurrë. Dhe sigurisht prej veprave të mira që kujdeset për to besimtari në ditët në vijim dhe në muajin vijim pas Ramazanit është të nxitoj në agjërimin e 6 ditëve të muajit Shawal, i cili vjen më njëherë pas muajit Ramazan dhe është muaji 10 prej muajve hënor, siç përcillet nga sahabiu Fizik Abu Ayyub al-Ansari, Allahu që të kënaqë me të, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana ka siyami ad-dahr." Kush agjeron Ramazanin dhe vijon për e pason atë me 6 ditë agjërimi nga muaji Shawwal, pra brenda këtij muaji begat, është sikur ka agjëruar gjithë vitin. Kjo sepse veprat shpërblehen me 10 fish. Pra 30 ditë Ramazanit për 10 300 dhe 6 ditë e Shawalit me 10 60, pra e ka agjëruar gjithë vitin edhe je i bollshëm inshallah në vepra të mira, pra në agjërim. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na i pranojë të gjithë agjërimin, adhurimet e natës dhe veprat e tjera të mira, e të na jap jetë deri në Ramazanin e ardhshëm. I them këto fjalë
dhe i kërkoj falje Allahut për vete dhe për ju, vërtet ai është falës i madh dhe mëshirëplot. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Të gjitha lavdërimet janë për Allahun të vetëm dhe të paortak, dhe lëvdata shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi atë pas të cilit nuk ka më pejgamber dhe profet. Rob të Allahut, pra ky sezon i begat mbaroi dhe përfundoi. Sezoni i agjërimit, i qiyamit, pra i adhurimeve të natës, i leximit dhe hatmeve të Kuranit, i sadakas së fitrit. Përpara nesh kemi sezonin që përsëritet 5 herë në ditë, pra edhe në natë, janë 5 namazet e detyrueshme, për të cilat Allahu subhanahu wa taala ka thënë në librin e tij fisnik: hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Për kujdesuni për të gjitha namazet dhe në veçanti për ato të mesit, pra mbor mirin prej tyre dhe qëndroni tek Allahu me bindje dhe devotshmëri. Bëhet fjalë për adhurimin pra që na shoqëron gjithë jetën, 5 namazet e detyruara, dhe sigurisht kush ka mundësi fal edhe namazin në 1/3 e fundit të natës. Ku zbret Zoti më bujari në qiellin e dynjas dhe thot: a ka kush që më kërkon që t'i jap, a ka kush që më lutet t'ia plotësoj, dhe a ka kush që më kërkon falje dhe pendohet e unë që unë ta pranoj dhe ta fal. Dhe Allahu subhanahu wa taala i përshkruan robët e tij të devotshëm ku thot: "Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqama mahmuda." Ka qenë namazi i natës obligim për pejgamberin e Islamit para se të obligoshin 5 namazet, dhe Allahu i thot atij: "Dhe një pjesë të natës kaloje me namaz, si falje shtesë vullnetare për ty, me të vërtetë se Zoti do të ngrejë ty në një vend të lavdëruar." Dhe thot pejgamberi selam, namazi më i dashur tek Allahu mbas farzeve, mbas namazeve detyruara, është namazi në mesin e natës, pra në errësirën e natës. Po ashtu përpara nesh janë kohët e fundit të natës tam kur robi falet, që është 1/3 e fundit të natës, dhe siç kanë thënë dietarët, është shigjet që nuk gabon. E ke një hall, e ke një breng, e ke një nevojë, e ke një pikëllim, e ke një shqetësim. Kujdesu për 5 namazet e ditës, edhe prishe gjumin e natës dhe lutju Allah subhanahu wa taala dhe kërkoj atij dhe i bindur se ai do të përgjigjet. Po ashtu ditën e xumahut pejgamberi selam, pasi që ke fal xhuman me xhamatin e muslimanëve dhe ke dëgjuar hutbën e xumahs, e ke fal dhe ikindin, nga ikindia deri për akşam është 1 orë, ora e fundit e ditës së xumah, që nëse e gjen robin duke e lutur Allahun dhe duke kërkuar atij, vetëm se Allahu ja plotëson atij lutjen, për cilët nga Fatima, Allahu që të kënaqë me të, dhe gratë tjera pejgamberi selam, pra Fatima vije pejgamberi selam me gratë tjera, se e dërgonin ata shërptorët e tyre për të parë kur fillon të dielli të anonte nga perëndimi, edhe kur lajmëroheshin se dielli po anon nga perëndimi, izoloheshin dhe përqendroheshin me lutje të sinqerta deri për akşam, dhe ishin të bindur se Allahu ja pranon duat në këtë kohë të begat. Pra kujdeseshin për kohët ku pranohet duaja dhe nuk kthehet mbrapa. Po ashtu përpara nesh kemi sezonin e 3 ditëve të bardha, kush e ka të kollajt dhe të lehtë që të agjëroj, le të agjëroj 3 ditët e bardha të muajit, që janë e 13, e 14 dhe 15 e muajve hënor, e muajve të kalendarit të hijretit. Pra kjo mos i që çdo muaj të agjërosh 3 ditë, herë 10 fish shpërbime, pra 30 shpërbime, për të cilat thot pejgamberi selam, së bashku me të hënën dhe të ejndën, thot: "Turadu al-a'mal yawm al-ithnain wal-khamis, fa uhibbu an yurad 'amali wa ana sa'im." Hadithi që përcjell Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu e saksoi Al-Albani, thot: "Paraqiten veprat tona tek Allahu ditën e hënë dhe ditën e ejndë, dhe unë dëshiroj së shumti që veprat e mia të paraqiten tek Allahu dhe unë të jem agjërues ose agjërueshëm." Allahu Akbar. Ndaj kujdesuni vazhdimsi me punë të mira, derisa
të na vi vdekja, si thot i lartësuari, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dhe ti adhuroje Zotin tënd derisa të bëj ty e sigurta. Kush është? Është vdekja dhe fundi i jetës sate të dynjas. Allahun e falenderojmë e lavdërojmë që na mundsoi adhurimet e Ramazanit, pra na dha jetë dhe na lehtësoi agjërimin e tij, qiyamin, leximin e Kuranit, sadakan dhe bamirësitë në të. Dhe të gjitha këto nuk janë tjetër vetëm se prej bujarisë dhe mirësisë së tij, se sa e sa njerëz ose nuk kanë qenë gjallë këtë Ramazan që ta agjëroshim me ne, ose nuk u është mundsuar, su është dhënë sukses nga Allahu që ta agjërojnë sikur ne. Pra falenderojmë Allahun që na mundsoi ta agjërojmë të muaj dhe të falemi netët e tij. Dhe së fundmi, o robët e Allahut, në këtë ditë të xumat të begat, të shtojmë dhe sufishojmë salavatet për krijesën më fisnike, më të mirë, më të përzgjedhur të Allahut dhe vullën e pejgamberëve, profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke përmbushur shturtin e Allahut, i cili thotë në Kur'anin fisnik, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Vërtet që Allahu dhe melekët e tij e lavdërojnë pejgamberin, ja ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. O ju të cilët keni besuar, dërgoni salavate për të dhe lutuni dhe kërkoni parashkutimin dhe lartësimin në grada të tij. Dhe thotë pejgamberi selam, man salla alayhi salatan wahida sallallahu alaihi biha 10. Siç e përcjell Muslimi thotë, ai që dërgon mbi mua një salavat të vetëm, Allahu në ummet i salavatit dërgon mbi të 10 të tilla. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik lahum ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.